Besimin në Zot në jetën time të përditshme nuk është një ritual i shumshëm që duhet të duket apo si një lloj shfaqje. Është boshti ndoshta jetës sime. Se më ka mësuar shumë për urtësi, më ka mësuar të mos ngatroj dijen me gjithë pushtetin dhe të kuptoj jashtëzakonisht shumë. Besimi në Zot për mua ndoshta është gjëja edhe më e rëndësishme. Mos harrojmë që unë vi nga një familje ateiste e fortë dhe kam shah shumë njerëzit besimtar dhe në fund fare pastaj jam bërë besimtar. Më janë dashur 120-130 libra të lexuar, kam takime me imam dhe hoxhallar të ndryshëm që nga Bilali dhe Elvis Naçi që ka qenë një nga promotorët kryesor, Luli Medreser, Bilal Teqja e të tjerë, duke u takuar shpesh dhe në fund fare e kam pranuar pastaj që të jem Zot. Pra është nga shenjat ose është nga elementet kryesorë të jetës sime, edhe besimi më ndihmon edhe në punën time, më kujton që duhet të shëbej duke mos luaj me njerëzit dhe me jetën e tjetrit, gjithashtu të shikoj edhe brenda edhe mos dal jashtë kufive të saj, por më bën që të kem edhe më shumë frikë nga i mashtrimi, nga gënjeshtra, nga përgjegjësia e fjalës dhe ajo që kam dhënë.